Dhe dije se nëse të gjithë njerëzit mblidhen të bëjnë dobi, nuk mundet ta bëjnë këtë gjë vetëm se aq sa Allahu ka caktuar për ty. Më pas vazhdon, nëse të gjithë mblidhen të bëjnë dëm, nuk munden ta bëjnë këtë gjë vetëm aq sa Allahu ka caktuar për ty. Pra gjithçka është shkruar. Sigurisht njeriu do të bëjë sebepet. Por nëse Allahu subhanahu wa ta'ala se ka caktuar diçka, atëherë ajo nuk mund të bëhet. E tillë është jeta e besimtarit, është një jetë e lumtur, jetë e paqët, sepse ai nuk mërzitet prej caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ti me ngulm e ke kërkuar diçka dhe nuk është plotësuar, di se ajo është mirë për ty. Pra fakti që Allahu s'ta ka plotësuar, kjo është diçka e mirë për ty. Dikush ndoshta ka dëshiruar të martohet me dikë, me një vajzë, apo një vajzë me ideal, por diçka e tillë nuk është plotësuar. Dije se ajo që Allahu ka caktuar për ty është më e mira. Pra mos u mërzit. Edhe nëse të gjithë njerëzit e botës përpiqen të ndalojnë prej diçka e të mirë, të cilën Allahu e ka caktuar për ty, nuk mundet ta bëjnë këtë gjë. Kështu që caktimi i Allahut për besimtarin dhe besimtaren gjithmonë është për mirë. Dhe jeta e besimtarit është një jetë e paqët, një jetë në harmoni me Zotin e vet dhe një jetë e lumtur. قرار واسم وذا مرتضى